Çfarë mori të verdhën mënej? Përgjithësi. Sepse nuk lejon UEFA. Sepse ka një gjë. Shqiponja njerë e para punës njerë nuk është një simbol, sepse po bëjnë jo, më fal më jo, shqiponjë po bën Ronaldo, bën gol dhe bën shqiponjën. Ronaldo më. Tani shqiponja është simboli jon. Po. Tani deri këtu s'ka asgjë. Mirë po, në ndeshje të këtij kalibri, ku Serbia çdo shqipojnë e quan provokacia, sepse Serbia, po problemi i madh, mos bëjmë shqipojnë për vendin tim. Po mirë, ja, këtu tani, kam mik, kam koleg, kam. Po pse unë nuk jam kundër kësaj. Jo, ti po shpjegon atë arsyetimin e tyre. Unë po them ka marrëveshje. Domethënë bile dhe UEFA dhe FIFA janë brenda sepse e para punës tjerë ata duan që një ndeshje të ketë një mbarvajtje sa më të mirë. Okej, në rregull. Dhe mos më lejon të bëj këtë? Unë, po pse, çfarë mendon ti se unë thash që jam kundra që ai të bëj shqiponjë? Ata them unë, jo ti, jo. Ore, ata mendojnë që kur të bëjnë sepse ka gjë, ai miqi bëri shqiponjën, por në momenti që erdhi, këta po pasaj, këtu po pasaj. Po tani aty fusha aq është nuk. Ishte bledi? Ajo, e di si është punë, në momentin që ai shënoi, pra porta ishte e tillë, pra ai do vinte këtej nga Torion, po përpara do kalon tek përpara ishte stoli Serbisë. Tani vajtja ndej me tendencë. Jo, ai ka pas tendencë besoj un fare për. Po jo më apo. Po ai kaloi aty. Po si bilet? Ata që janë stol nuk e dinë nëse ai e bëri me tendencë apo jo. Se ti nuk e gjen dot. Unë besoj që ai nuk e ka bërë me tendencë. Arbitri, se ka një peticion në Angli, di ti? Në shqiptar të Anglisë? Landi, bëhet goli këtu. Po. Përball ai erdhi kështu. Kishte Serbin këtu, Shqipëri këtu. Bëri një hark. Tani, ai bite që të vite këte edhe të shkote këtu, ai sigurisht që u bë goli vajti këtu. Por në momentin që afrohesh, gjërat e di si kanë filluar për një gjë fare të vogël. Se funja edhe ata njerëz janë. Dakor, kjo. Që do të thotë, në momentin që unë si Tami, ekipi im humb, edhe mua më vjen Golçenusi me shqiponjën, me këtë, tani... Qëtë provokim, okej. Po, qëtë provokim, tani unë nuk e di si qëtë, po... A është e verdha Bledi, po të pyes direkt, vetëm për që ka bërë shqiponjën, se i mund të kishte tifuzat shqiptarët? Shiko, është...